Maj men në Naoz, nona e Nazmi dhe Lah Ibrahimit, ajo ka ardhur disa herë, është trajtu si paciente, po kur se kisha ditë që ajo e merr ke materialin për me qunonën e Drenicës. Një gru e veshne, më duket që së dhe shoh, vesh katunit, me një qonë që gjithmonë e majke mbas vetit, po që nuk disha se çka ka, e merr ke terapinë e vet, ja epsha atë qonët edhe delke, edhe ajo i shkon krejt kohën të e po për cilën e materialit që na e qëshim për ushtarë që ishin të marë, dhe më thonë këta që kanë marë armatim. Hera parë që unë e kom pa 97-ën ka qenë Agim Zenili, i ka pru një 5 djemë 3 që gjatë rrugës ishin lëndu, po vetë i veshën më uniform, po nuk ka hi se rregullat ushtarake nuk lejojnë me hi me uniform në institucion shëndetësor. Ata erdhën, unë ju pastrova, i fashova, edhe po thom, me kon njeni, tha njoni për tyne, a ki qef me pa uniform në UÇK-s? I thash, me dëshirën ma të madhe, edhe kom dal jashtë, e ki komandantin jashtë, jëm taku me ta, jëm përshëndet, i kom thirrë me pi një kafe, thaja, rregullat ushtarake nuk lejojnë me armë me hi në institucion shëndetësor. Dhe më thonë 97-ën, unë atavi që kom pa me uniform, edhe prej atyt jom motivusi se cili që mundet, s'po thomë se cili është shqiptar, se cili ka dhonë kontribute një formë. Unë jam edhe mendoj që është kontributi edhe ditët më të artat, mijat, periudha luftës që unë jam mundu, as sa kom pas mundësi, se cili që ka pas nevoj mi trajtu, jo vetëm ata që kanë qenë ushtarë, po edhe popullat civile.